Partitë politike shqiptare pothuajse të gjitha ende nuk kanë qëndrim sa i përket reformave në kodin zgjedhor. I pari që është prononcuar në lidhje me këtë çështje është kryetari i Aleancës për Shqiptarët Zjadin Sela, i cili është shprehur kundër propozimit për një njësi zgjedhore, ndërsa Sela bëri të ditur se janë për 8 njësi zgjedhore dhe për lista të hapura. Ideja e një njësie zgjedhore është gabim. Po ne duhet, në qoftë se e kanë me gjithmonë, që duhet hap kjo temë. Mendoj që duhet me i parë cilet janë pikat e përbashkëta që e këto propozime në gjithi kemi. Gjithë pa përjashtim, themi, listat duhet të jetë hapura. Dhe t'i bëjmë listat e hapura, sepse kjo i jep më tepër të drejtë qytetarit për të zgjedhur deputetin dhe jo kryetarit partisë për të zgjedhur deputetin që ai preferon. Së shpejti do të dalin me qendrim edhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim, kështu njoftoi deputeti i kësaj partie Ilir Hasani. I kemi diskutuar ato edhe në kuadër të grupit parlamentar të Frontit Evropian, si diskutim, si temë diskutimi edhe në Bashkimin Demokratik për Integrim vite të tëra diskutohet çështja për një njësi zgjedhore. Së shpejti edhe ne do marrim një vendim për për ofertën, si të themi, të kryeministrit që ofrojnë në tavolinë që të bëhet një njësi zgjedhore, mirë po duke e kyçur aty në atë njësi zgjedhore, duke e kyçur edhe diasporën. Ndërkaq, njëri ndër krerët e Vlenit, Bilal Kasami, tha se Vlen po shqyrton nëse do të mbështes idenë për 1, 3 apo 8 njësi zgjedhore. Duke pasur parasysh faktin që kjo mund të ketë edhe implikime ndëretnike, sepse me një njësi zgjedhore sigurisht që do duhet të ketë garanca që në gjithë teritorin Maqedonisë së Veriut do të mund të ruhet vota dhe nuk do të mund të ketë, do kisha thënë, deformime të realitetit etnik të përfaqësimit në kuvend. Pra duke i marrë parasysh gjithë këto aspekte, ne jemi duke ndërtuar qëndrimin tonë sa do të jemi për një njësi zgjedhore apo për 3 apo për 8. Kujtojmë se disa ditë më parë, dy partitë e vogla maqedonase, Lidhja Demokratike dhe Partia Liberal Demokrate, dorëzuan në kuvend propozim ligjin për ndryshimet e kodit zgjedhor, me të cilin propozohet që vendi të jetë një njësi zgjedhore, ndërsa këtë model e kanë mbështetur edhe dy partitë më të mëdha maqedonase, VMRO-DPMN dhe LSDM.